Albin Kurti e sulmon Sami Lushtakun, kuptohet në mënyrë figurative. Më saktë Kurti e goditi me fjalë Lushtakun. Ai ishte sot në Skënderaj nga ku nuk harroi me përmend Lushtakun, e quajti ish komandant multimilioner që gëzohet kur i friksohen njerëzit. Bili Kurti shkroi që kjo është një devijim nga sakrifica e dëshmorëve. Kurti e Lushtaku e kanë një marrëdhënie të çuditshme me njëri tjetrin. Shpesh publikisht e sulmojnë njëri tjetrin. Kurti ja përmend terminalin e pasurinë, Lushtaku e quan njëri të Serbisë. Pavarësisht a janë zgjedhje lokale apo nacionale, gjithë shpërthen një farçësi përplasje nga distanca. Dytë kanë pak si strategji politike me bën njëri tjetrin ta bilçitje. Por pse Kurti sulmoi Lushtakun sot? Mendoj që Kurti ka dashur m'ia kthy Lushtakut për kërcënimin e paradokohesh për me ngriz varr në rrugë e që Lushtaku e nënkuptoi vetëvendosjen e Kurtit, ndonse nuk i përmendi direkt me emër. Prandaj e ka zgjedh pikërisht Skënderajin ku Lushtaku qeveri shumë gjatë, tepër gjatë, që gati një shekull. Është sinjal që Kurti don m'ia çu Lushtakut që vi në zonën tonë edhe të sulmoj. Në strategjinë e tij Kurti mendon që sa më shumë që merret me Lushtakun, të fol për pasurimin e Lushtakut, për terminalin e njerëzve të tij, aq më mirë dal në zgjedhje. Pra dëshiron me lut me kartën e Lushtakut, duke paraqitur si një gogol që ngjall frikë. Kjo gjuhë i shkon Kurtit, mendoj që e zgjon elektoratin e tij, ama s'di sa kryen punë për zgjedhje lokale. Në këtë mes edhe Lushtaku e ndjek një farë strategjie të vetën. Lushtaku mendon që sa më shumë që merret me Kurtin, sa më shumë që sulmon Kurtin, aq më mirë dal në drenicë. Pra Lushtaku tenton me ngjesh radhët e përkrahësve të tij, me homonizu mbështetjen për të në feudin e tij në Skënderaj, duke bë ta bilçitje Kurtin. Nëse nuk kishin kanë këto përplasje mes Kurtit e Lushtakut, kjo fushat për zgjedhje lokale i zhduk si me kanë ndonjë fushat në Skandinavia Zvicër, o fushat tepër pa emocione, atipike, as pak ballkanike. Duket sikur mu kanë të pritu me bë fushat. Ndoshta kena mbërrinë në një fazë të lartë të emancimit politik, ose ndoshta është indiferencë, një lloj dëshpërimi qytetar që çon në absencë politike në fushat.